Po kryesisht në check-upet e zakonshme kur s'ka simptoma, kërkohen analizë yndyrnat, sheqernat apo vitamina D. Çka hyn çat pakun e check-upit po më intereson. Okej, pakun e check-upit hin, domethënë, kontrollat e analizave të përgjithshme, sedimentim, pasqyra e gjakut, urina, sheqeri, insulina, yndyrnat, CRP, veshka, urea, kreatinina, cistitina C, acidi urik, mëlçia, ALT, AST, bilirubina, LDH, GGT, ALP. Nëse jeni grua në moshën cila i ka mbi 40, dhe të kërkohen edhe gjendja e eshnave, kalcium, magnezium, fosfor, natrium, kalium, pra dhe të lypet edhe hekuri, dhe të lypet gjondra, një herë në vjet, dhe të kontrollohet edhe gjondra, vitamina D, ato që e përmendëm disa herë deri tash. Pra kjo është një check-up edhe, po, nëse keni probleme tretjes, mjeku mund vendosë që t'ju bën analizën e helikobakterjes, e kandidës. Nëse jeni mbi 40 vjeçë, do t'ju bën edhe diçka që quhet fecal occult blood, ose gjaku i msheft në jashtëqitje. Pra kjo është një check-up i rregullt. Për tek kësaj bëhen ata çka ka nevojë, nëse tani mos harroni ju kur ti kryeni këto do të shkoni prapë te mjeku juaj. Edhe mjeku do t'i analizon analizat, juve para syve do t'ju tregon kjo, edhe thotë ndoshta diku do të gjendeni pikë do thotë kjo nuk është të më pëlqy. Mendoj se kjo duhet vazhdohet hulumtimi edhe pak. Ose do thotë ju jeni super në rregull, shihemi mas një vjet. Po, inshallah kretëve ju thuaj jeni super në rregull, sepse fatkeqësisht është shtu numri i sëmundjeve kronike, fatkeqësisht është shtu numri i llojeve të reja të sëmundjeve që edhe si kemi ndëgju ose kemi qenë pa informuar, po që është çdo ditë më shumë problematikat po shfaqen. Ju e keni mjekun e juaj, s'keni nevojë të ndëgjoni, mjeku i din për juve. Po, është mirë që secili ta bën mjekun familjar, unë kom lobu me mujë që secili me bën mjekun familjar, ende kemi vend për me kriju ato, po sidoqoftë lum ata që e kanë këtë mjek familjar, fëmijëve të vetin të prindërve.